Ajo që është interesante dhe do me thënë se në aspektin leximor është pikërisht se debati ma që po zhvillohet jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën perëndimore në këtë sens, është debat i cili na tregon tensionet e mëdha që shoqëria liberale ka aktualisht. E cila shpeshherë ky lloj tensioni dhe ky përqendrim vetëm në një linjë të debatit na ka bërë që shpeshherë dhe të harrojmë pjesë tjera që lidhen pikërisht me krijimin e këtij ekosistemi të përbashkëtave, të botës së përbashkët ku ka vend për gjithë secilin. Kështu që duke ardhur te ligjin specifik, gjithë debati publik është marrë pikërisht me shumëfishimin e emërtimeve gjinore në këtë sens, por në anën tjetër nuk kemi një moment ndalojmë dhe këtu bëhet pastaj si një lloj opiumi i ri për popullin, cili është thelbi i ligjit. Debati në vend që të ishte një debat i cili krijonte emancipim, praktikisht e ka reduktuar të gjithë diskursin tek mosnjohja më e thelbit të ligjit. Kjo është pak në sensin leximor dhe studimor bëhet interesante pikërisht për të parë se si forcat shoqërore tani më po veprojnë dhe po përplasin në këtë fushë betejë. Por në fund të ditës pastaj se si artikulohet ajo në jetën e përditshme është praktikisht jashtë vëmendjes tonë.